Përshëndetje të gjithë atyre që janë tashmë shikues të rregullt të emisionit Fletore Zyrtare. Jemi përsëri së bashku në këtë të diel, ndërkohë që Shqipëria voton, ne me zonjën Afroviti Dhuci, që është specialistja jonë e sigurimeve shoqërore, sërish jemi bashkë për të zgjidhur të gjitha problematikat që kanë mbërritur në studion tonë, por dhe që do mbërrin nëpërmjet numrit të telefonit që është i vendosur me titra tek ekrani i televizorit tuaj. Zonja Afroviti, sot ne do të ndalemi tek një temë në pritje dhe të telefonatave, një temë që është goxha e rëndësishme, sepse ka nga ata që ndoshta nuk kanë punuar asnjëherë në institucione të caktuara, por ka dhe nga ata të cilët kanë një biznes privat, por nuk dinë se si të funksionojnë për sa i përket pensionit që do vi koha patjetër që duhet. Prandaj, le të ndalemi sot tek skema e pensionit ose e sigurimit vullnetar. Ti marrim njëra pas tjetrës të gjitha hapat që duhet për të patur një sigurim vullnetar. Pra, cilat janë kushtet e sigurimit vullnetar? Po, sigurimi vullnetar është një mundësi më shumë për të gjithë shtetasit shqiptar, si ata që ndodhen brenda teritorit të Republikës së Shqipërisë, edhe ata që janë jashtë dhe kanë emigruar. Sigurim vullnetar mund të bëjnë të gjithë shtetasit shqiptar nga mosha 18 vjeç e deri në plotësimin e moshës për një lloj përfitimi nga skema e sigurimeve shoqërore. Gjithashtu sigurim vullnetar mund të bëjnë personat të cilët kanë sigurime nga skema e sigurimit të detyrueshëm, por duan të shtojnë të ardhurat që në momentin që paksohen të ardhurat dalin në pension pleqërie, të kenë një pension sa më dinjitos. Po ashtu, sigurimin vullnetar mund ta bëjnë edhe shtetasit shqiptar, të cilët kanë lënë shtetësinë, por sigurimin vullnetar këta shtetas e bëjnë nga janari vitit 1994 deri në momentin në datën e lënies së shtetësisë shqiptare. Nuk mund të bëjnë sigurim vullnetar personat të cilët janë të punësuar dhe të vetpunësuar në fshat, pasi ato paguajnë kontribute të sigurimit si të vetpunësuar në bujqësi, që janë goxha më të favorshme se masa e sigurimit vullnetar. Po, çfarë përfitohet nga skema e sigurimit vullnetar? Të gjitha ata persona të cilët gjatë karrierës së tyre të punës kanë periudha pune para vitit 1993, kanë periudha sigurimi nga skema e sigurimit të detyrueshëm pas janarit të vitit 1994 dhe në historikun e tyre kontributiv kanë periudha boshe, mund të plotësojnë periudhat që kanë me kontributet e sigurimit vullnetar. Dhe kjo skem ka hyrë në fuqi që nga janari vitit 1994, gjithë personat që kanë derdhur kontribut ja kanë ndjerë efektin e derdhjes së këtij kontributi, pasi me shtimin e viteve të punës, me rritjen e pagës mesatare bruto, ato përfitojnë nga skema një pension më të lartë. Pensionet që përfitohen nga skema e sigurimeve shoqërore, qoftë nga skema e sigurimit të detyrueshëm, qoftë nga skema e sigurimit vullnetar, janë pensionet e pleqërisë, pensionet e reduktuara të pleqërisë, janë pensionet e invaliditetit, janë pensionet e invaliditetit të pjesshëm, si edhe pensionet familjare. Derdhja e kontributit të sigurimit vullnetar për të gjitha këto lloje të përfitimeve që sapo përmenda, bëhet në kufirin e pagës minimale dhe maksimale të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Patjetër duhet të ketë fusha të caktuara që përfitohet sigurimi vullnetar? Po, sigurimi vullnetar bëhet për vitin koherent, sigurimi vullnetar bëhet për periudhat e kaluara, gjithashtu sigurimi vullnetar bëhet edhe për më shumë të ardhura. Cilat janë kuotat e sigurimit vullnetar, pra kuotat aktuale që duhet të dinë të gjithë?
Pra masa e kontributit që duhet të paguaj një person i cili do të bëjë sigurim vullnetar është e barabartë me kontributin që derdhet për degën e pensioneve, e cila është 21.6% të pagës minimale kur aktualisht personi bën sigurimin vullnetar. Me qënë se paga në shkallë vëndi është 20.000 lek, 21.6% e kësaj page nxjerr kuotën e sigurimit mujor vullnetar. Kjo kuotë është e barabartë me 8.640 lek dhe e shumëzuar me 12 muaj. Një person i cili do të siguroj një vit periudhë sigurimi duhet të derdh 103.680 lek për një vit sigurim. Po, ku mund të paguajnë këto sigurime vullnetare, për shembull për pjesët e kaluara, për periudhat të kaluara? Po, për periudhat e kaluara mund të paguajnë të gjithë personat që janë interesuar, kanë periudha boshe në historikun e tyre kontributiv, mund të paguajnë studentët të cilët meshkujt, gjatë kohës së kryerjes së studimeve universitare, mund të paguajnë shtetasit e tjerë të cilët kanë periudha boshe, janë emigrant ose janë në teritorin e Shqipërisë. Gjithashtu, për periudhat e kaluara, mund të paguajnë edhe emigrantët të cilët në një moment të caktuar kanë lënë shtetësinë shqiptare dhe kanë marrë një shtetësi të huaj, por kjo periudhë do jetë nga janari i vitit 1994 deri në momentin që personi lë shtetësinë shqiptare dhe merr shtetësinë e huaj. Pra, fusha është e shumëllojshme, gjithë personat janë interesuar mund të blejnë periudat kaluara, por gjithnjë me kuotat e sigurimit vullnetar në momentin që bëhet derdhja e sigurimit vullnetar. Le të themi që një person ka për të paguar periudat 2000-2005, por në qoftë se i paguan sot, që flasim, kuota mujore e sigurimit vullnetar është 8.640 lek. Dhe duke përfituar nga rasti, ne gjithnjë në emisione kemi përmendur që sa më shpejt i paguajnë, aq më ullët do të jetë kjo mas kontributive, sepse me ndryshimin e pagës minimale, rritet edhe kuota e sigurimit vullnetar. Përmendët pak më lartë, zënja Afroviti, për meshkujt që janë në shkollë të lartë. Femrat? Po femrat? Këtë do të shtoja, sepse deri në vitin 32, shkolla e lartë për përfituesit femra quhet vjetërsi pune nga ligji i sigurimeve shoqërore. Ndërsa për të gjitha ato studente të cilat do të dalin në pension pas këtij viti dhe ato mund të sigurohen dhe të bëjnë sigurim vullnetar njësoj si djemt. Si djemt. Si bëhet sigurimi vullnetar dhe çfarë dokumentash duhet paraqesin të interesuarit që duhet të bëjnë një sigurim të tillë? Procedura e sigurimit vullnetar është shumë e përshpejtuar, pasi sidomos në kohën që emigrantët vinë në kohën e pushimeve të verës ose në kohën e krishtlindjeve që vinë, nuk u kërkojnë shumë dokumenta, janë punojësit e sigurimeve shoqërore që janë në këtë detyrë që u kërkojnë verifikime për nxjerrjen e vjetërsisë, u llogarisin shumat që ato kanë për të derdhur dhe vitet që kanë për të siguruar dhe e pajisin personin me një urdhër veprimi i cili bën pagesën në bank. Në rast se shkryer pagesa në bank, automatikisht pastaj në sistemin elektronik të sigurimit vullnetar, personi mund të shikojë se sa periudha ka paguar. Është me interes të sqarojmë për të gjithë teleshikuesit që sa më shpejt i derdhin kuotat e sigurimit vullnetar, aq më mirë është. Gjithashtu, në fillim të vitit, bëhet një zbritje prej 6% të shumës për personat që e bëjnë vitin derdhje paradhënie, ose për personat që derdhin 6 mujorin paradhënie ka një zbritje prej
3% të shumës, ndërsa për personat të cilët derdhin 3 mujorin para dhënje, bëhet një ullje prej 1.5% të shumës totale. Shumës totale. Do të kthemi sërish për të sqaruar skemën e sigurimit vullnetar, ndërkohë kam bëritur një telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Nga regjia më njoftuan që kam bëritur një telefonat, e mirëpresim atë, nëse jo ne po, pati një interferencë, ra linja, nuk ka problem, ne ju presim sërish për të bërë pyetjen tuaj dhe për shqetësimin që ju keni, ndërkohë numrin e keni në monitor dhe mund të na telefononi sërish. Atëre, sigurimi vullnetar për më shumë të ardhura, si bëhet, zënja Afroditi? Të gjithë personat ekonomikisht aktiv, qofshin këto personat të punësuar ose të vetë punësuar, në rast se duan që të shtojnë të ardhurat e tyre vjetore për të rritur pagën mesatare në momentin që do të përfitojnë të ardhur nga skema e sigurimeve shoqërore, atëhere kuotat në sigurimit vullnetar mund të derdhin deri në 4 fish të pagës minimale. Pra në qoftë se paga minimale është 20.000 lek, aktualisht në shkallë vëndi, mund të derdhin 4 fish të kësaj page deri në 160.000 lek kuota. Po, ndërkohë e ndërpresim bisedën në studio për të mirëpritur telefonatën. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga flisni? Duhet të ullni? Dakord. Mund të ullni pak zërin e televizorit, sepse interferon dhe nuk kemi një komunikim të qartë së bashku. Atëherë, ne po ju presim vetëm pak qaste, jemi duke folur për skemën e sigurimit vullnetar në ditën e sotme, në këtë transmetim live, por ndërkohë ju keni dhe problematikat tuaja që zonja Afroviti, dhuci specialiste e sigurimeve shoqërore, patjetër që do t'ju sqaroj më së miri. Besoj jemi në linjë tani? Jemi në linjë? Përshëndetje. Ju dëgjojmë ne? Jo. Atëhere, regjia të më njoftoj me njëherë sa po qytetari të jetë në lidhje direkte, pra jemi tek sigurimi vullnetar për më shumë të ardhura, zonja Afroviti, dhe ishim tek kuota 160.000 lek, apo jo? Po, dhe duke derdhur këtë kuotë shumë fisht në krahasim me pagën minimale, sigurisht që do të përfitojnë masa më të larta si të pensioneve të pleqërisë, si të pensioneve të invaliditetit edhe të pensioneve familjar. Në rast se marrim një shembull, një person i cili është në prag të mbushjes së pensionit të pleqërisë dhe ka 13 vite periudhë sigurimi, mund të bëj derdhjen e sigurimit vullnetar edhe përtej moshës, le të themi nëse është burr, përtej moshës 65 vjeç. Por me kusht që efekti financiar, pensioni, do të filloj nga data e derdhjes së kontributit për të plotësuar periudhën minimale prej 15 vitesh. Ndërsa një person i cili ka më shumë se 15 vite periudhë sigurimi, nuk lejohet derdhja e sigurimit vullnetar pas mbushjes së moshës për pension pleqërie. Pra, në rast se ka periudha bosh, duhet që gjithnjë derdhjen e sigurimit vullnetar ta bëj para moshës 65 vjeç ose 61 vjeç e 10 muaj, që është aktualisht mosha për përfitueset gra. Dakord. Besoj e bëm të qartë këtë temë që ne e diskutuam në ditën e sotme, ndërkohë na kanë mbritur në adresë të emisionit tonë edhe disa problematika të qytetarëve tanë. Ndalemi tek e para, po kërkoja tek i Albania, thot, të dhënat rreth pagesave të kontributeve dhe nuk më paraqitet asnjë dhënë. Këtë e bëj sepse kam probleme me disa vite që më mungojnë, të cilat në libresën janë të hedhura, thot, në emrin e subjektit privat ku unë kam punuar. Si mund të informohem për procedurat të cilat duhet të ndjek për të shënuar dhe vitet që më mungojnë? Po, tashmë të gjitha dokumentat të cilat kërkohen për të marrë një lloj përfitimi ose për
arsye të ndryshme, pra vjetërsitë e punës që personi kërkon, të gjitha kërkohen në portalin Një Albania. Qofshin to periudha para vitit 1993 në rubrikat të veçanta, qofshin periudat 94-2011, ndërsa pas janarit të 2012-ës, shfaqen në portalin Një Albania nga sistemi i tatimeve. Por me sa kuptoj nga pyetja e qytetarit, këto periudha i ka në arkun kohor 94-2011. Me qënë se ka bërë një kërkesë dhe nuk janë shfaqur pas një afatit saktuar për që verifikohen këto periudha, a i duhet japi të dhëna shtesë, të japi subjektin, numrin e niptit, emrin e administratorit të firmës ku ka punuar, pra janë disa të dhëna që ndihmojnë specialistët e arkivës për të verifikuar dosjen përkatëse dhe për të nxjerrë të ardhurat mujore që ka personi në periudat e kërkuara. Qartë. Një qytetar tjetër në letrën e tij që na ka dërguar nga Luksemburgu na shkruan: "Jam i datëlindjes 13/3/1961 dhe në Shqipëri kam punuar i siguruar 12 vjet. Kur i plotësoj kushtet, shkruam për të përfituar pension në Shqipëri dhe a mund të bëj sigurime vullnetare për të shtuar vitet e punës dhe cilat janë procedurat?" Gjë që ne e sqaruam, por ndoshta ndalemi sërish. Po, letra ka ardhur gjatë javës, kështu që ne po e sqarojmë, meqense është i marsit të 61-shit, ai në mars të 2026-s plotëson moshën 65 vjeç dhe në këtë moment, në rast se nuk do të derdh edhe 3 vite sigurim vullnetar, nuk përfiton pension nga skema e sigurimeve shoqërore. Kështu që dhe 12 vite punë që ka në Shqipëri i shkojnë kot dhe parashkruen, pasi periudha minimale për të përfituar një pension nga skema e sigurimeve shoqërore është 15 vite. Pra, para mbushjes së moshës 65 vjeç, me një fotokopje të librezës së punës ku ka të pasqyruara 12 vitet, me një fotokopje të kartës së identitetit, të paraqitet tek inspektori përkatës për të marrë urdhëveprimin dhe për të bërë pagesat e sigurimit vullnetar për 3 vite që i duhen për të plotësuar periudhën minimale të sigurimit. Me qënë se është në Luksemburg dhe e ka të pamundur, a i mund të autorizoj një person pa u dashur të bëj prokur dhe personi mund të paraqitet në sigurimet shoqërore për të marrë urdhëveprimin dhe për të bërë pagesat në bankë. Pra nuk është e domosdoshme që ai të jetë vetë këtu dhe të të ushtroj kontratën ndërmjet inspektorit të sigurimit vullnetar dhe vetë personit. Pra një person i afërm i tij me dokumentat që sapo përmenda mundet që ta ndihmoj për të bërë edhe 3 vite të sigurimit vullnetar. Në rast se këto periudha do t'i bëj para marsit të 2026, sigurisht që pensioni do të filloj ditën që ai do të plotësoj moshën 65 vjeç. Në rast se derdhje do të jenë pas kësaj date, pensioni i fillon gjithnjë me datën e derdhjes së kontributit. Por një mundësi tjetër, në rast se personi ka periudha sigurimi në shtetin ku banojnë, mundet që të bashkoj periudat kontributive, pasi me shtetin e Luksemburgut Shqipëria ka marrëveshje. Ka marrëveshje. Pra duhet të nxitoj patjetër për të paraqitur dokumentacionin. Një pyetje tjetër vjen për sa i përket një qytetari i cili na shkruan: "Në muajin mars 2025 mora pensionin e pleqërisë me masën 35.400 lek. Në vjetërsinë e përgjithshme mu llogaritën edhe 3 vite që kisha punuar në policinë financiare. Desha të di, tani që plotësova 65 vjeç, pse kjo periudhë 1992-95 nuk është llogaritur në pensionin suplementar si ushtarak?"
Po, struktura e policisë financiare, për kohën që a i ka punuar, 92-95, pra janë 3 vjetë, është llogaritur në vjetërsinë e përgjithshme për efekt të llogaritjes së masës së pensionit të pleqërisë. Ndërsa këto 3 vite nuk llogariten për pensionin suplementar, sepse në bazë të ligjit 10.142 të vitit 2009 për pensionet suplementare të forcave të armatosura, janë të përcaktuara strukturat që përfitojnë pension suplementar për vjetërsi shërbimi. Pra janë punojësit e Ministrisë së Mbrojtjes, janë punojësit e Ministrisë së Brendshme, janë punojësit e Shishit, janë punojësit e Gardës së Republikës, janë punojësit e Policisë dhe Mbrojtjes nga zjarri, punojësit e inteligjencës, e Agjencisë së Inteligjencës. Pra të gjitha këto që unë sapo përmenda përfitojnë edhe pensionin suplementar përveç pensionit të pleqërisë. Policia financiare sigurisht që u krijuar në vitin 92 dhe ishte në varësi të Ministrisë Financave, por më pas kaloi në varësi të tatimeve, është një strukturë e cila nuk përfshihet për pavarësisht se kanë qenë veshur me uniformën e policisë tatimore, janë periudha të cilat nuk përfshihen në pensionet suplementare të ushtarakëve të forcave të armatosura. Ndërkohë që ne do të sillim një tjetër problem që ka mbërritur në studion tonë nga qytetarët, ju rikujtojmë të nderuar teleshikues që ne jemi për problematikat që ju keni për sa i përket sigurimeve shoqërore. Prandaj, numri i cili është i vendosur në monitor ju jep të drejtën për të pyetur dhe për të sqaruar problemin që ju mund të keni në lidhje me sigurimet shoqërore. Ndërkohë, nëna ime shkruan një tjetër qytetar ka plotësuar moshën 54 vjeç dhe ka punuar 8 vite pune në kooperativën bujqësore dhe 17 vite të siguruara si e vetë punësuar në bujqësi në Kukës. Për moshën që ka, e dim që është herët që të marri pension, thot, por tani që jemi transferuar në Tiranë, a mund të sigurohet si e vetë punësuar në tokën që ne kemi në Kukës? Pra, me sa duket janë zhvendosur në Tiranë, por tokën e kanë në Kukës. Pra, nuk është rasti vetëm, duhet të ketë edhe shumë raste. Po, ka shumë raste, me qënë se ka 8 vite punë në ish kooperativën bujqësore dhe 17 vite i ka të siguruara në rajonin e Kukësit dhe është zhvendosur me gjendje civile këtu në Tiranë. Për sigurimin e bujkut privat ka disa kushte. Është mosha 16 vjeç, është pronësia mbi tokën, është dhe aktiviteti bujqësor blektoral që kryhet mbi tokën që kanë në pronësi. Me qënë se ajo është me banim në Tiranë, nuk mundet që të zhvillojë aktivitetin bujqësor dhe blektoral në rajonin e Kukësit. Kështu që për aq kohë sa ka qenë me banim aty, ka derdhur kontributet, ato kontribute janë të lishme për t'i kërkuar në momentin që do të plotësoj moshën për pension pleqërie, se është herët, ndoshta 54 vjeçe. Po, e sqaruam këtë? Po, ndërsa tani nuk mund të derdhë kontribute me tokën që ka në pronësi në Kukës, vetëm në qoftë se merr blen tokë në Tiranë ose tokë me qira. Po, ndërkohë kam bëritur një telefonat në studio, përshëndetje. Përshëndetje. Ne ju dëgjojmë. Jam interesuar të kisha një informacion për këtë ligjin e ri të pensioneve që ka hyrë në fuqi në janar. Për ligjin e ri të pensioneve që ka hyrë në janar, nga flisni? Flas nga Tirana. Nga Tirana. Atëherë, ligji që ka hyrë në fuqi? Po, ligji numër 7 i vitit 2025 ka hyrë në fuqi në 12 mars të vitit 2025. Nga ky ligj përfitojnë personat të cilët kanë punuar në ish kooperativat bujqësore që nga mosha 18 vjeç dhe deri në 19 korrik të vitit 1991 që doli ligji për tokën dhe u shkrin kooperativat bujqësore, përfitojnë antarët e fermave bujqësore nga mosha 18 vjeç dhe deri në
tetor të 92-shit që pati një riorganizim të ndërmarrjeve bujqësore, gjithashtu përfitojnë edhe personat që kanë punuar në ndërmarrje shtetërore ose në institucione shtetërore, nga mosha 18 vjeç ose nga mbarimi i shkollës së mesme deri në hyrje në fuqi të ligjit të sigurimeve shoqërore, pra deri në 1 tetor të vitit 1993. Pra nga ky ligj përfitojnë të gjitha ata persona të cilët u ka lindet drejta para marsit të vitit 2025 dhe pensionin e kanë të palidhur, personat të cilët u ka lindet drejta pas kësaj date, si edhe personat që u ka lindet drejta para marsit të vitit 2025, por janë në procese ankimimi, qoftë në për komisionet rajonale ose qendrore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, qofshin në gjykatat administrative ose në gjykatën e apelit. Besoj jeni qartë, po në ndishni? Po, shumë faleminderit, po ky ligji kur mund të implementohet? Ka hyrë në fuqi, po akoma s'ka filluar të implementohet në për... Pra nuk është zbatuar si ligj, akoma. Po, ka një medalje në akteve në ligjore për datën e krijimit të ndërmarrjeve, por ka filluar edhe të zbatohet. Presim që të dalin aktet në ligjore që të marrin një miratim të plotë dhe të tërhiqen dhe ankimimet që janë në përgjykata, kështu që së shpejti është do të vjetë në zbatim e sipër, po. Besoj ju e keni për vete këtë? Po, tjetër. Letësh... Familjarin tim. Okej, dakord, në rregull. Besoj se jeni të qartë tashmë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Dalimi tek një qytetar tjetër që ka mbërritur problemin ose ka sjell problemin e tij në studion ton. Kam qenë infermiere në autoritetin shëndetësor rajonal në Tiranë, në spitalin numër 1 dhe njëkohësisht i kam shërbyer motrës si SMUR, thotë, paraplegjike për periudhat 2011-2018. Kam përfituar pension pleqërie në masën 23.650 lek me 40 vite pune në spital. Kërkoj një shpjegim nga specialistja, thotë pse nuk më shtuar edhe periudha që me vendim kempi kam shërbyer si kujdestare për të motrën. Pra, periudha e kujdestarit të cilit i shërben një personi para dhe tetraplegjik, quhet periudhë sigurimi nga marsi vitit 2009. Kjo periudhë është periudhë sigurimi për personat të cilët nuk janë ekonomikisht aktiv, dhe mbulon me sigurim si aksidentet në punë, barrlindjet dhe degën e pensioneve. Me qënë se zonja gjatë kohës që i ka shërbyer një personi para dhe tetraplegjik, njëkohësisht ka punuar si infermiere në spital, kjo gjë nuk mund të merret si dypunësim, pasi kujdestarët e para dhe tetraplegjikut nuk duhet të jenë ekonomikisht aktiv. Kjo është dhe arsyeja që nuk i është dhënë. Ajo e ka marrë si pagesë, por për efekt të llogaritjes së pensionit të pleqërisë, do t'i llogaritet vetëm paga që ka marrë nga subjekti ku ka punuar, pra nga spitali që ka qenë rajonal numër 1, që ka qenë infermiere, dhe për kohën që i ka shërbyer motrës, pavarësisht se është bërë pagesa dhe është siguruar, ajo duhet ta kishte vënë në emër të një personi tjetër i cili nuk ishte ekonomikisht aktiv, që t'i vlente për shtimin e viteve të punës në momentin që do të përfiton. Është Diego në këtë rast. Mirë, presim telefonatën, përshëndetje. Përshëndetje. Nga flisni? Flas nga Tirana. Nga Tirana. Problemi që keni për specialistën tonë? Po, kam dalë pension pleqërie të plot si minator janar 2019. Dhe si mas vendimit të qeverisë në minatorëve, na ka aplikuar nga 30.000 lek për të marrë shtesë. Une nuk e marrë, jam origin nga Kuksi, jetoj këtu ka 20 vjetë, jam drejtuar sigurimeve shoqërore. Cila është mosha? Çfarë moshe keni? Kam dalë në pension, thotë. Çfarë moshe keni? Kam një për 83 vjeç. 83?
Por kam datë pension janar 2019-ës. Më falë, jo, sa vjeç jeni? 83. 83 dhe në janar të 2019-ës ka dalë në pension si kur... Si minator. Si minator. Kam kërkuar shtetën... Më falë, që të bëjmë ne llogaritje. Sa vjeç jeni tani, aktualisht? Tani sa vjeç je? Tani jam 82 për 83, jam 21 korrik, 1923. Atëre je 83 vjeç dhe në 2019-ën thua që ke dalë në pension si kur s'na dalim llogaritjet. Sa vjeç ka dalë në pension? Po ndoshta kërkon. Kam dalë në 52 vjeç pension. Po pra është minator me ligjin e vjetër. Po. Dhe pyetja juaj është pse nuk merr një shtesën? Nuk marr shtesën, jam drejtuar disa herë atje, po nuk takoj personin, më jep përgjigje në roja e sigurimeve shoqërore. Kam kontaktuar me personin me të cilin që mirët në këtë problem, më ka thënë që i ka disa dokumente të debluara kompanjat një vite 6 muaj. Në kohën kur kam datë pension, kam qenë kandidat partie, kam qenë në tokën me minjerën e Gjegjanit, të Kromit. Edhe këto një vite 6 muaj, i ka vërtetuar zëvendës drejtori, shefi planit, shefi sigurimeve shoqërore, janë paraqit në arkiv, të drejtori arkivit, janë shnuar në librezën me bule me firmë. E kuptova për pyetjen, mund të marri dhe përgjigjen? Atëre, do të dëgjoni përgjigjen që specialistja jonë do japi? Pa tjetër. Pra, zotëria që na telefonoi ka dalë me ligjin 4171 të vitit 1966, pra ka gati 30 vjetë që merë pension. Në vitin 2019, me hyrjen e ligjit 29 për trajtimin financiar të minatorëve, naftëtarëve dhe metalurgëve, për gjithë personat që kishin punuar në nëntokë, do të marrin një shtesë pensioni për vitet e nëntokës mbi masën e pensionit të pleqërisë. Me qënë se gjatë kohës që ka punuar në nëntokë, janë kryer verifikime shtesë, ndoshta nga inspektorët përkatës, në kohën që personi ka bërë kërkesën për pension dhe ka periuda të dubluara, le të themi me një ndërmarrje tjetër, ose me një kooperativë bujqësore, ose me ndërmarrje bujqësore, varet si është dokumentacioni, nuk janë sigurimet shoqërore që zgjidhin të problem. Pra në qoftë se ka periuda të dubluara, nuk mund të merret as njëra as tjetra. Kështu që do vazhdosh të marrësh pensionin e pleqërisë, ndërsa shtesën mbi pensionin e pleqërisë do ta zgjidhësh vetëm me vendim gjykate. Dakor? Nuk mundet të gjykojnë specialistët e sigurimeve shoqërore për periudat që janë të dubluara. Pra keni trokitur në derë të gabuar, domethënë duhet diku tjetër të veni. Besoj u sqaruam së bashku. Ne ndalemi tek një problematik tjetër, jam një qytetare me banim në fshat, bashkëshorti im ka punuar në minjerën e Kromit Batër dhe para 2 muajsh ka ndërruar jetë në moshën 52 vjeçare. Ka lënë pas 2 fëmijë të moshës 10 dhe 20 vjeç. Fëmia i madh vazhdon shkollën e lartë, ndërsa i dyti nuk është në shkollë. Çfarë dokumentacioni duhet të paraqesë dhe sa do të jetë masa e pensionit për fëmijët jetim? Dhe në çmosh përfitoj pensionin familjar nga bashkëshorti. Pra, me qënë se bashkëshorti ka ndruar jetë, pasardhësve të tij, fëmijëve, u takon të marrin pension familjar nga skema e sigurimeve shoqërore. Të 2 fëmijët marrin pension, edhe fëmia 10 vjeç, edhe fëmia 20 vjeç që vazhdon shkollën e lartë. Përveç se dokumentacionit të punës, certifikatës ndrimit të jetës bashkëshortit, duhet edhe vërtetimi nga fakulteti ku fëmia më i madh, që është 20 vjeç, vazhdon dhe studimet, një vërtetim që në vitin akademik, le të themi 2025-2026, frekuenton studimet e shkollës së lartë në mënyrë të rregullt. Masa e pensionit 2 fëmijëve do të jetë e barabartë me 50% të masës së pensionit që i takonte bashkëshortit në momentin e ndrimit të jetës, ndërsa bashkëshortes, me qënë se është me banim në fshat,
mosha për të marrë pension familjar nga bashkëshorti është në moshën e pensionit të pleqërisë. Pasi ajo banon në fshat, sigurisht që është furnizuar me tokë. Në moshën e pleqërisë të bashkëshortit apo të vetës? Të vetë bashkëshortes. Bashkëshortes. Sepse ajo është e furnizuar me tokë dhe konsiderohet ekonomikisht aktive. Kështu që në momenti që do të plotësoj moshën në bazë të nenit 92 të ligjit, ka të drejtë o të marrë pensionin e pleqëris nga puna që ka kryer, o të marrë 50% të pensionit që i takonte të ndjerit. Kam bëritur një telefonat e mirëpresim, përshëndetje. Përshëndetje telefonata, ju ndjekim? Po, do të pleki atë zonjën. Pa tjetër, nga flisni, ju nga flisni. Në vitin 2018 kam qenë vite gjysmë Më falë, zotëri, më falë, nga flisni që të dim një shtrirje geografike, nga Kamza, bukur. Atëre, dëgjojmë pyetjen tuaj për specialistën tonë. Unë jam 64 vjeç, po mbush këto 2 ditë, edhe duhet me dalë letrat e pensionit. Tani në vitin 2017, unë kam qenë me invalid një vit e gjysmë. Pasi u vrava në punë. Në qërën këto një vit e gjysmë situacion, e para dhe e dyta, unë kam qenë letrat në brapsh smilat të pensionit. Do kem probleme vitin e ashëm për të bërë dokumentat? Pra në dy pyetje. Vazhdoni të merë një pension invaliditeti? Jo. Kam bërë në gjithë në kam bërë. Është ndërprer. Po, mas periudha e trajtimit me invaliditet plot, do të merret periudhë sigurimi deri sa të plotësohet periudha e punës para invaliditetin, me invaliditetin dhe të jetë pensioni plot në vitin, le të themi, 2025. Në rast se ju keni më shumë se 38 vite, 8 muaj që kërkohen në 2025-ën, nuk do të merret periudha invaliditetit ose do të merret deri në 38 vite, 8 muaj. Në rast se keni më pak, do të merret gjithë periudha invaliditetit, pra kufiri maksimal është... Unë kam 33 vjetë gjithë. 33 do të merret e plot periudha invaliditetit. Besoj se ruat. Po tani dhe dokumentat që unë si kam mbrapsh, nga X vit ndaj vitin 2018, që kam dalë atë, do bëj dokumentat të reja, në bas 2023, 2019, apo ato dokumentat që janë do të... Ju e keni gjithë dokumentacionin në dosjen e invaliditetit. Do të bëni vetëm një kërkesë në portalin e Albania, do të deklaroni që keni qenë invalid i grupit të dytë dhe dosja e invaliditetit e mbyllur që është tashmë do të bashkohet me dokumentat e pleqërisë në qoftë se keni punuar pas invaliditetit dhe do të caktohet pensioni pleqërisë. Shumë faleminderit. Ditë mbarë. Ndërkohë, disa pedagogë me tituj shkencor na shkruen dhe na pyesin se për profesorët dhe profesorët të asociuar, cilat janë kushtet për të dalë në pension dhe a do të përfitojnë pension suplementar dhe si llogaritet ai. Pra në bazë të ligjit të arsimit të lartë, profesorët punojnë deri në moshën 68 vjeç, ndërsa asistent profesorët punojnë deri në 65 vjeç, për të dyja gjinit. Në rast se personat që gëzojnë tituj, vazhdojnë të gëzojnë titujt akademik, mosha e punës është deri në 75 vjeç. Përveç pensionit të pleqërisë, të cilën e përfitojnë në momentin që plotësojnë kushtin në bazë të ligjit të sigurimeve shoqërore, të gjithë personat me tituj marrin edhe një shtesë mbi një pension suplementar për tituj. Ky pension është i barabartë në varësi të titullit që ato gëzojnë. Le të themi profesori llogaritet 1.3% të pagës referuese për çdo vit të ushtrimit të titullit, asistent profesori llogaritet me 1.1% çdo viti të ushtrimit të titullit, ndërsa një profesor sigurisht që ka qenë më përpara asistent profesor, pastaj ka kaluar, pra për vitet që ka qenë asistent profesor do të llogaritet me 1.1% të
pagës referuse për çdo vit të ushtrimit të titullit dhe pjesa tjetër profesor do të bashkohen të dyja këto përqindje dhe do të llogaritet shtesa që i takon personit që gëzon titull dhe merr pension nga skema e sigurimit të detyrueshëm. Ndërkohë kam bëritur një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Flisni? Flas nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra. Jam një ish ushtarak 21 vjet. Po? Tani jam në prag pension. Kam dalë që në 2004 me Pension të parakoshëm? pension të parakoshëm, kam marrë në moshën 47 vjeç. Po? Dhe tani jam në prag pensionit dhe kam dhe 20 vite që nga 2004 tani punoj në një kompani private. Po. Jam i siguruar. Si veprohet në këtë? Përfitoj gjë plus ushtarak plus kjo sigurim efektiv. Sigurisht që ju ndryshe nga personat e tjerë të cilët marrin vetëm pensionin e parakoshëm dhe në momentin që plotsojnë moshën për pleqëri u caktohet periudha para pensionit parakoshëm dhe gjithë periudha që trajtohen me pension të parakoshëm si vjetërsi. Për ju që keni punuar 20 vjet dhe gjatë këtyre 20 vjetëve edhe jeni punësuar, gjithë periudha 20 vjeçare do të llogaritet si 2 punësim. Pra do të bashkohen pagat e punës që ju keni derdhur kontributet, pra në sektorin ku keni punuar, dhe do të bashkohet edhe paga minimale gjatë kohës që jeni trajtuar me pension të parakoshëm. Por me kusht që kjo pagë të jetë brenda kufive të pagës maksimale në shkallë vendi. Pra të mos kaloj kufirin e 176.000 lekëve në muaj. Po, jo, dhe tani jam me rrogën 53.000. Po, 53 dhe 20.000 do të marrësh nga pensioni, konsiderohet paga minimale nga pensioni parakoshëm, je brenda kufirit të pagës maksimale. Si vite pune, unë kaloj në 25 vjetë. Po, pensioni pleqëris do të caktohet mbi bazën e 45 viteve që ju keni realizuar. Ndërsa pensioni suplementar për vjetërsi shërbimi do të llogaritet me 21 vite që ju keni shërbyer, po dhe keni qenë një titulluar. Por me kusht që masa e pensionit suplementar të mos jetë më e lartë se 50% e masës së pensionit të pleqërisë. Ky është kufiri tavan për pensionin suplementar. Besoj jeni të qartë. Ju faleminderit. Faleminderit juve, ditë të mbarë. Në vitin 2026 në shkruan një tjetër qytetar plotësoi moshën për pension. Kam punuar për gati 8 vite si zot teknik pranë Këshillit të Kolonjës, Bashkia Kolonjë në Lushnje. Me sa di unë, dokumentacioni për këtë periudhë mungon. A përfitoj nga vendimi i Këshillit të Ministrave për njohjen e viteve të punës në ish kooperativat bujqësore për të cilat nuk disponohet vjetërsi në punë. Pra, e lëm pak pezull këtë problematik që kam bëritur në studion tonë për të mirëpritur telefonatën. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit, nga Flisne. Flas nga Mirdita. Nga Mirdita. Problemi që ju mund të keni për specialistën tonë? Po, unë kam punë me njërë bakës kësh. Ta kam dalë në pension, kam fitu gjyqin në lezhë edhe në apel. Ta kështë nuk njëhet vitër se punës në tokë, unë tem punë në tokë. Ja kam apelu dhe... Pra, me qëtësi, qartë u kuptuar. Pra, ju keni fituar gjyqin për periudhën e punës. Se punë të rëminjere. Po, dhe... Edhe dishmëtat e kanën të rëndoke, e gjithë njërësit në fakt kjo një apsu si nuk është specifiku për të rëndoke. Ta shtë dhe bëjmë. Pra, avukati që keni marë duhet që të kishte kërkuar në kërkes padi edhe profesionin.
Me qënë se është njohur vetëm periudha e punës, ju të kërkoni të bëni një shtesë vendimi gjykate për të njohur edhe profesionin. Pasi në rast se në dispozitivin e vendimit të gjykatës është shënuar vetëm periudha e punës dhe nuk është shënuar profesioni, nuk ke dokumentacion tjetër, nuk mundet kurse si që ajo periudhë që keni njohur me vendim gjykate të merret në punë të vështirë. Kështu që... Tashte, unë kam fituar vitet e punës të gjitha me nëndukën, me minjerën. Po pra, por... Një sekundë, një minutë. Tashte, unë kam e peruar vendimin në gjykate në të sigumë shëqërët lejështë. Pra me gjykat kam fituar... Dhe më se shpundrës të të në fitin. Të të më ka të nuk, të ka shpesituar gjykatës e punërën të oke. Ta shumë të në përnjë. Ajo gjykohet mbi bazën e dokumentacionit që ke në dosje. Është mira që të bëni një kërkesë në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, në sektorin juridik, për të parë dispozitivin e vendimit të gjykatës, për të parë librezën e punës, nëse në të shënuar profesioni, dhe do të marrësh një përgjigje zyrtare për këtë problem. Por në rast se është njohur vetëm periudha, nuk ke dokumentacion tjetër që të vërtetoj se ke punuar në nëntokë, më duket pak e vështirë. Po pra, unë mendoj se është problemi i avokatit që duhet të apelonte ndoshta çështjen më shumë. Po, duhet ta kishte kërkuar jo vetëm periudhën e punës të cilën ndoshta e ka patur pa mbyllje ose kështu, por të njifte edhe profesionin. Por ajo gjykohet mbi bazën e dokumentave që ka dorëzuar në dosjen e sigurimeve shoqërore. E vetmja zgjidhje është një rishikim i Po, dokumentacionit. le të bëj një kërkesë dhe mbi bazën e përgjigjes që do të marrë, do të krijosh edhe idenë e qartë informohet se çfarë duhet të bëj. Çfarë ka ndodhur. Po. Ndërkohë jemi tek, besoj jeni të qartë, është larguar telefonuesi, i urojmë një ditë të mbarë. Pra, është pyetja që thamë për qytetarin... Zotekniken, e cila punonte në kolonjë të Lushnjës. A përfiton nga vendimi ish kooperativave? Për njohjen e viteve të ish kooperativës. Vendimi për ish kooperativave me dokumentacion të djegur, pra ligji është miratuar që është në vitin 2020, dhe nga ky ligj përfituan të gjithë ata ish antarët e kooperativave bujqësore të cilët nuk kishin dokumentacion dhe ish kooperativa ku kishin punuar ishte listuar në vendimin e Këshillit të Ministrave 432 dhe në rast se kjo kooperativ është përfshirë në këtë vendim, sigurisht që ajo nuk do presi të përfitoj nga ligji numër 7 i vitit 2025, por do të marrë dhe do të përfitoj nga ligjin 169, por në këtë rast, ajo duhet të bëj kërkesë deklaratën pranë sigurimeve shoqërore të Fierit, ku të përcaktoj periudhën që ka punuar në ish kooperativën bujqësore në kolonjë të Lushnjës, dhe me qënë se thotë që është zoteknike e mesme, ajo duhet të paraqes një vendim emërimi nga Komiteti Ekzekutiv i Kohës të dokumentat të cilat janë archivuar në arkivën e Lushnjës, si edhe kopjen e diplomës së shkollës së mesme që të merret si ish kuadër i kooperativës bujqësore. Kam rritur një tjetër telefonat, e mirëpresim në studion tonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga flisni? Nga Tirana. Nga Tirana. Problemi që ju mund të keni për specialistën tonë? Unë jam një inspirator pensionist. Kam dalë më dijon. Po të dëgjojmë, patjetër. Kam dalë në pension të pjesën në dhe pesën. Po? Dhe në pension të plot në 2016. Po? Qartë. Në kohë që kam dalë në pension të plot, nuk më është llogaritur me të ardhurat komplet, po marrë një pension minimal. Më ka dalë pension 180.000 lekë në kohë që kam dalë në 2016. Nuk më marrë parafysh të ardhurat. Si mund të asgjë të mua vetë? Shokët e mi që kishë ka të ardhurat, më pak të marrin më shumë.
Që ndodh në të tilla raste? Në të tilla raste, me qënë se data e fillimit pensionit të plot është në 2016, dhe ke marrë pension minimal para se të merje pensionin nga ligji 150, masa e pensionit që ke patur ndoshta periudhën e 10 vjeçarit të fundit punës se ke të siguruar me pagë minimale. Jo, zonjë, jam me pension po fuaqe maksimal. Kështu, të ardhura maksimale. Të Kam ardhura patur pagë maksimale. Pra ju i një trajtuar që nga vitit 2000 e deri në vitin 2016 i një trajtuar me trajtim të veçantë. 98-ën. Jo, nga 95-a ka dalë pension të pjesshëm. Në 95-ën. 98-ën pension të pjesshëm. Ka dalë me pension 22.000 lekë me atë kohë. Po thuaj që pension maksimal. 22.000 lekë. Po pra, pensioni llogaritet mbi bazën e pensionit social, viteve që ka realizuar ndaj viteve që kërkoheshin në 2016-ën. Vetëm në qoftë se në 2016-ën janë dashur shumë vite pune dhe ju keni të pjesshëm, kjo do të jetë dhe mas... Jo, zonjë, jam 100% brenda dokumentave. Dokumentat i ke, po ndoshta është vjetërsia e pjesshme. Edhe vjetërsia e sa bëm sa gjithë shokët e mi, 22 vjetë punë. Po, 22 vit të punë në 2016-ën janë shupak, kur në 2014-ën kërkoheshin 35 vite punë. Pastaj është shtuar nga 4 muaj për çdo vit. Jam minator, ka dalë me vendimin e 95-ës. Po, pra, në vendimin e 98-ës. Pra, kjo është arsyeja që masa e pensionit është e ullët. Po, pse shokët e mi marrin më shumë se mua? Atëhere bëj një kërkesë në sigurime shoqërore që të marrësh një përgjigje. Ka bërë kërkesë? Po. Edhe më llogaritur pension minimal, kur unë kam pension maksimal. Atëhere, bëjmë një pyetje tjetër. Në 98-ën. Më ndiq në pyetjen që po të bëj. Në 98-ën, deri kur ke punuar, në çfarë periudhe ke punuar? Në 95-ën që doli ligji, në janar të 95-ës, pra ke dalë me 60% e vitit 1995. Po. Këto pensione llogariteshin me 60% të pagës së 3 viteve të fundit të punës. Po. Në momenti që ke plotësuar moshën, po këto 3 vite pagë merreshin në llogaritje dhe përqindja kalonte nga 60 në 75% po të 3 viteve. Vetëm në rast se ke pasur të ardhura të ulta, atëhere pensioni ka dalë minimal, se nuk ka mundësi. Kur e bërë, më falë. Po, ju dëgjoj. Kur janë bërë veprimet, se kam gjithë tabelët që të llogarive që keni ju, kur ka bërë shumëzuar 7.500 me 22.000 lekë, ka dalë 57.000 e ca. Dhe kur është më konvertimi, bërë me 20.000 lekë konvertimi, dhe më ka dalë 180.000 lekë. Atëre, që të jemi të qartë, kur ke dalë në pension në 2016, të bëjmë disa pyetje dhe të jemi të qartë. Sa e ke pasur rrogën? Sepse në bazë të rrogës, sa e ka pasur? Pensioni? Në 95 nuk ka dalë me 22.000 lekë. Në pension po thuaj që maksimal ishte 24. Po, ky pension me rritjet në vite? Po. Dhe vjen deri në vitin 2016. Po, në momenti që plotëson moshën në bazë të ligjit të sigurimeve shoqërore, nga 60% kalohet në 70% të pagës asaj periudhe. Po. E pra, 75% që i pagës asaj periudhe, sigurisht që në një pension të ullët do të shkoj. Po, pse shumë të një tari më shumë se mua? Me gjithatë, ju mund të lini telefonin aty dhe unë do marrë dosjen dhe do të sqaroj individualisht. Atëre, në replik regjia lini numrin tuaj të telefonit edhe në linjë private, pa tjetër që zonja Afroditi... Me që më thua që ka një diferencë madhe ndërmjet pensionet të ti dhe shokve që kanë dalë një kohësish me të. Pa qartë, gjithsesi duhet parë dosja për të verifikuar... Pa tjetër, mbi bazën e pagave, mbi të cilën është siguruar. Qytetarit. Ndërkohë, pyetja tjetër që vjen ne e lam për gjysëm, bëhet fjalë
Apo e sqaruam. Dakor, kalojmë në një problem tjetër. Gjatë kohës që kryej dënimi në burgun e Beqinit, edhe jam i punësuar si kuzhinier. A do të më quhet, thot, periudhë pune, pasi nga institucioni kur kryej dënimin më thotë që do të sigurojmë. Desha të di, a ka një ligj të tillë që më njihen vite pune? Po, ligji 369 i vitit 2000, që ka shtrirë efektet financiare nga 1 janar i vitit 1999, për të gjitha ata personat të cilët kanë kryen dënimin në institucionet të ndryshme ku ato kryen dënimin, njëkohësisht edhe janë të punësuar, po, në burgun e Beqinit, njëkohësisht është i punësuar dhe si kuzhinier, sigurisht që institucioni ku kryen dënimin ka detyrimin që ta siguroj me një pagë që vendos vetë ky institucion dhe kontributet do t'i xhiroj në llogarinë e sigurimeve shoqërore të rajonit, le themi të Elbasanit, sepse Beqini është në varësi të Elbasanit, dhe personi i cili ka punuar gjatë kohës së kryerjes së dënimit, në momentin që do të plotësoj moshën për një përfitim nga skema e sigurimeve shoqërore, gjithë koha që ka punuar dhe ka derdhur kontributin e sigurimeve shoqërore për punën që ka kryer, do t'i quhet periudhë pune, pavarësisht dënimit që mund të jetë ordiner ose çfarë do lloj dënimi qoftë ai. Kam rritur dhe telefonata dhe ju rikujtojmë se kjo është telefonata e fundit. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Flisni? Nga Tirana. Nga Tirana. Keni një problem, besoj. Shorti im është me kem të plot. Edhe tash kam mbush moshën për me dalë në pension. Desha të di, llogaritet pensioni me rrogën që ka pas apo me rrogën që është tash? Pra është me kem të plot, ai nuk punon? Jo, ka 5 vjet, ka qenë marrëdhënie pune kur ka bën atë operimin që ka ngel, edhe ka qenë ushtarak, edhe desha di për me kërku pensionin, a është me rrogën që ka qenë apo me rrogën që tash? E mira është që 2 muaj para se të plotësoj moshën, duhet të bëj një kërkesë për të marrë invaliditet të përhershëm. Po e ka marrë atë? Në rast se ka invaliditet të përhershëm, sigurisht që masa e invaliditetit do të jetë më e lartë se masa e pensionit të pleqërisë. Se vetë formula e llogaritjes masës së pensionit të invaliditetit kërkon një vjetërsi më të reduktuar nga se kërkon pensioni i pleqërisë. Pra, në rast se ai është ushtarak, përveç pensionit të invaliditetit që merr nga skema e sigurimit të detyruar, do të marrë edhe pension suplementar invaliditeti nga koha që ka qenë i titulluar. Besoj u qartësuat? Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Ditë mbartur. Një mjek i maternitetit të Fierit shkruan, në dhjetor të këtij viti plotësoj moshën e pensionit 65 vjeç dhe kam rreth 38 vjet punë të siguruara. Pyes, a mund të vazhdoj të punoj mbi moshën e pensionit? Po pas daljes në pension, a ka të drejtë të ripunësohem dhe cili është trajtimi financiar në të dyja rastet? Po, me qënë se ka 38 vite, i duen 38 vite 8 muaj që t'i llogaritet shtesa mbi pensionin e pleqërisë, ai mundet të punoj dhe gjatë kohës që punon edhe derdh kontributet e sigurimeve shoqërore. Pensioni pleqërisë i llogaritet në momentin që plotëson moshën 65 vjeç dhe ka periudhën e përgjithshme të sigurimit dhe gjithë periudha që do të punoj dhe do të paguaj kontributet e sigurimeve shoqërore do t'i llogaritet si shtesë mbi pension në bazë të nenit 33 të ligjit të sigurimeve shoqërore. Shtesë e cila është e barabartë me 0.5% për çdo muaj që punon përtej moshës së 65 vjeç. Po, e sqaruam edhe këtë çështje, gjithsesi kjo ishte dhe problemi i fundit që ne zgjidhëm në ditën e sotme, duke shpresuar se kemi dhënë disa këshilla të nevojshme për të gjithë ju që keni problematika me sigurimet shoqërore, së bashku me zonjën Afroviti Dhuci, ne ju rikujtojmë takimin ton të dielën e ardhshme. Dhe për sot një ditë të qetë, të paqët dhe pse jo, shkoni, votoni dhe jepni votën tuaj.